pari, kjo ka qenë rradha e katërt të zgjedhjeve brenda 15-16 muaj, sepse keni kaluar thotë lokale. Dhe se përket listës sërbe dhe pretendimet e tyre nuk është asgjë e re, dhe kjo po ndodhet për çdo herë, sikur që herën e kaluar, sikur që herën para asaj, herë do thotë krejt baza e tyre është gjithmonë që të gjithë që jemi oponent, dhe fatkeqësisht unë jam oponent kontinuitet, vetëm ne jemi aty të cilit po ballafaqohemi ose kandidojemi përveç listës sërbe, dhe çdo herë po dëshirojnë ta minimizojnë dhe ta kontestojnë një sukses që cilit prapë me krejto një presion brutal që kësaj radhe ka qenë me të vërtetën në maksimum nga lista sërbe, në veçanti jo nga lista sërbe vetë, por sikur që dim krejt lista sërbe është vetëm një deg të SNS-it dhe Eurodit të Partisë së Vučić, të cilat deri më tani ka treguar një qendrim, një qasje gjithëpërfshirëse politike ndaj krejt qytetarët. Spari në rendin e parë kemi viktima më të mëdha që janë bashkë në komunitetin serb, të cilët manipulohen dhe të cilët e kemi jo vetëm mobbing, dhunë institucionale, por dhe dhunë fizike, dhe kësa radhë kom thonë dhe kom paralajmëruar me kohë, besoj që kjo ka ndodhur në mbledhjen e qeverisë, ndoshta do një muaj ose një muaj diçka më shumë para zgjedhjeve të fundit, ku i kom thonë që çka po ndodh me bashkëtarët tanë, me bashkëtarët tanë, të cilët ka qenë të ftuar qoftë në Berzar, qoftë në Vraj, qoftë në Rashë, qoftë në Nish, dikun, që ti kanë një trajtim, të them ashtu, mes tjerëve nga organet e bijës dhe krejt kështu me radhë, dhe kom përsërit kjo që po ndodhet çdo herë kur kemi zgjedhjet në Kosovë, dhe kjo tendenca e një ashtu manipulim agresiv të SNS-it dhe Partinë e Vučićit nuk ndalet. Për fatkeqësi edhe po ashpërsohet çdo herë kur e kemi zgjedhje të radhës. Prandaj kjo që bojnë, që e thojnë, tregojnë lista sërbe, gjithë është në shërbim të atyre dukurive negative, këtë impakti i cili po përpiqet të krijohet ndaj qytetarëve të Kosovës dhe në atë formë që të ndikohet dhe në politikë të brendshme të performimit të institucioneve dhe për një destruktivitet të them ashtu gjithëpërfshirës, ku po përpiqet që ta minimizohet rolli i institucionet e Kosovës dhe në veçanti që të menaxhohet, që të përdoren sërbët e Kosovës që një mekanizëm të shantazheve dhe të presioneve të brendshëm, të vyjt të kohën pikpyetje dhe funksionalitetin e Kosovës ashtu me radhë. Prandaj nuk e shoh asgjë tjetër nga lista sërbe përveç një manipulim me njerëz dhe në veçanti tentim të manipulimit me institucionet, sikur që është në gjykata kushtetuese ose ndonjë paneli për ankesa dhe parashtresa dhe ashtu me radhë. Prandaj krejt kjo është në shërbim të manipulimit. Po, në fakt, sa keni vrejt ndikimin serb dhe do thotë ndikimin presidentit serb Vučić në të zgjedhje, edhe cilat kanë qenë forma që ka përdor lista serbe për me ndiku tek vota si shtat? Pa, i kam thonë dhe ma herët, po i përsëris, duke nisur prej përjashtime nga puna, ju kom informuar nëse nuk keni përcjell, ka ndodhur përjashtime do 20+ persona ka qenë përjashtruar nga puna nga sistemi në Serbisë, ku në vendim për ndërprerjen e kontratës së punës thuhet saktë për përkatësi politike, sepse do njerëz të cilët e kanë treguar dhe një vendim i tillë ku shkruhet që për përkatësi politike, që është një absurd, se bashkësaktë di ai njeri që i cili këtë rast po flasim si shembull, ai ka po do lajka për ne, për shembull, ne jemi shumë transparent në punën tonë që të them prezantojmë këtu në ministri, dhe ai për do lajka kanë qenë përjashtuar nga puna. Përmendoni një absurditet. E dyta, krejt të ta përfitues të socialës, qoftë cili do komunitet që janë, që përfitojnë nga buxhetin e Serbisë, kanë qenë të ftuar për ditë me grupe
në qoftë në Mirdar kudo kanë më afër, për shembull, po thomë, ta Ana Moravës kanë shkuar në Bujanovcës në Vraj, të Kreqenicës kanë shkuar në Mirdar dhe ashtu me radhë. Prandaj të gjithë kanë pas një trajtim psikologjik, një maltretim psikologjik ku u dashin në çdo formë që ta minimizohet ose të zbuluhet numrin e votëve të cili përgjithsisht mund të kemi ne. Dhe në fund normale me këto manevrime në nivelin lokal të profesuesit të tyre, të cilët nëse keni përcjell shumë prej tyre kanë qenë të ftuar për intervista me polici, sepse kanë punuar drejt për drejt në cënim të votës dhe besoj që kjo është ilegale. Prandaj të gjithë mekanizmat që kanë pas dispozicion, në këtë rast Beogradi zyrtar i ka përdorur sa i përket një maltretim psikologjik dhe fizik ndaj qytetarëve serb për të fituar listën sërbe dhe në fund të vërtetin edhe pse këto mekanizëm kanë përdorur, ne prap 3 herë radhazi, po përsërit e kemi rritje diku prej 15% që e prap në fundi kur bëhet summa summarum që thuhet ajo, trendi i rritjes është pandalshëm dhe unë prap jam optimist çdo herë tjetër kur të dalim zgjedhjet, ende do të kemi rritje dhe do të vazhdojmë me këtë punën transparente dhe punën e mirë që sikur që kemi bërë deri më tani. Tash vetëm shkurt, problemi i fuqizimit në listën sërbe ka dalë si pjesa e marrëveshjes së Brukselit. Sado që po doket abstrakte, por kjo është vërteta, ku një pajtim të palëve në atë marrëveshje e Brukselit janë pajtuar Prishtina Beograd që thojnë fasilitator, sikur që është BE-ja, thotë janë pajtuar. Por ajo që nuk është thonë në marrëveshje është që të mundsohet lista sërbe të merr krejt institucionet të cilat janë këtu brenda Kosovës. Dhe kjo ka qenë me marrëveshje. Është i kujtoj edhe juve, prej 2013-s është bën një fuqizim ekstrem, ku dhe do politikanë tanë në atë kohë i kanë ndihmuar shumë që ta marrin krejt pozicionet. Dhe tash kur i thoni votë demokratike, ju garantoj se mënyra e votimit tek komuniteti serb në Kosovë është sikur në Koreun e Veriut. Ju garantoj. Është një problematik që ju, me çdo respekt, ju gazetarë dhe shumica e komunitetit shqiptar në Kosovë nuk e kupton thellësinë e një brutaliteti, një vrazhdësi të them ashtu, me të cilin ky diktaturë që fatkeqësisht për momentin kemi në Beograd reflektojnë ndaj serbëve të Kosovës. Dhe këtu kur vjen koha e zgjedhjeve, është me të vërtetë një luftë i vërtet ku ata i kanë krejt mekanizma para sa dojnë dhe nga këtë anë tjetër një rrashqi modest me kapacitetet vetë personale dhe shoqërore që ka. Prandaj këtu nuk ka, as për afër nuk ka zgjedhje demokratike, vota e lirë absolutisht gati që nuk ekziston. Vota të lira, të cilët ne kemi marrë në këtë rast 5447, janë me të vërtetë vota të lira, se ata të tjerë të cilët i kanë marrë listën sërbe, ju garantoj, janë me kaq shumë shantazhe dhe kaq shumë presione dhe kërcënime që unë e besoj që një moment kur bjen dhe kom shpresë shumë shpejt do të ndodhë, kur bjen diktaturë në Beograd, do të shihni sa dëshmitarët do të keni të treguar tregime të vërteta çka i kanë bërë, çush i kanë bukvalisht i kanë arrestu. Për mendoni ju, tash po jep një shembull. Romt prej një region të vit. I kanë qenë të ftuar pasi që përfitues janë sociale në të nga buxheti i Serbisë dhe i ftojnë në një qytet që është thash pak më herët, i bukvalisht i arrestojnë, i mbajnë atje për 5 orë në Bodrum. Çfarë thuhet ajo? Çfarë epitetit mund të pas? Kjo është kidnapim. Kidnapim të njerëzve. Kjo është vetëm ju jep një shembull. Kjo është metodologji. Arsye që duhet të votohet lista sërbe sepse herën e fundit po dushojmë që keni votuar për rrëshqi. Dhe trajtimi është 5 orë në Bodrum,
do thot me shantazhe dhe kërcënime përcjellëse, pasi që jeni në Bodrum ju nuk mund të pritni që në diçka e mirë po ndodhet atje, ndërmjetësisht. Dhe pas asaj periudhe duhet me pru foto që i kanë votuar, gjithashtu, ose i kanë pas metoda për të cilët e di që është ngrit, ma mirë me thonë është inicu një tetim, ku i kanë pas detyrë që t'i shenojnë këtë votimet me shenjat të ndryshme. Për shembull, ju keni me bën një smiley, nëse unë e kam me bën një zemër ose një pikë, 2 pikë, 3 pikë kështu me radhë. Prandaj, kjo është një rast për të cilin unë me të vërtetë po dëshiroj të përcjell, që do të bëhet një konkludim të rastit, sepse e di që kjo ka ndodhur në një sasi të them enorme. Prandaj, këta vota të cilët janë dirigjuar, kjo shihet e dy, nëse përcjellni 8 votime, shihni një për shembull ko 2 pika, në 5 tjera i ko 5 pika, në 10 tjera i ko smiley, ashtu me radhë. Kjo është bash një inxhinieringu të zgjedhor, i cili me të vërtet, nëse kemi kapacitete në institucionet, duhet i ndalojmë, sepse këtë fenomenin është të përsërit për çdo herë kur i kemi zgjedhjet.